Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues të radios Fati. Ja ku gjendemi përsëri së bashku në emisionin tonë Bisedat e Ramazanit, ku si çdo këto 5 vite në muajin e begat të Ramazanit bisedojmë me të ftuar të ndryshëm, bisedojmë biseda të ndryshme të cilat dëshirojmë që të shtjellojmë në këtë muaj të begat të Ramazanit, që ta përkrahim fetarizmin tonë me njohuri dhe me dituri të reja. Dhe sot kemi të ftuar imamin Emil Efendi Kallaben që të flasim për këtë muaj të begat të Ramazanit, por para se të fillojmë i dëroj mirëseardhjen imamit të nderuar dhe e falenderojmë që prandoi ftesën të jetë pjesë e emisionit Bisedat e Ramazanit edhe këtë vit bashkë me neve. Faleminderit edhe juve, mirë se keni ardhur në xhamin ton, shtëpinë ton. Allah i rujt. Allah i shpërbleft. Me qenë se jemi në këtë muaj të begat dhe Ramazanit dhe me qenë se vlerën që e ka marrë këtë muaj begat i Ramazanit, ishte edhe një veçori tjetër që ka marrë dhe nga Kur'ani famlar, nga zbritja Kur'anit famlar, dhe dëshirojmë që të flasim dhe të bashkëbisedojmë për Kur'anin famlar në këtë ditë dhe në këtë natë të begat. A'udhu billahi simil alim minash shaitanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل لكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Si çdo herë, falënderimet, lavdërimet, lartësimet i takon vetëm Allahut Suprem. Atë falenderojmë për çdo begati dhe mirësi të shumta të tij, të cilat ne i shohim dhe nuk i shohim, të cilat ne i dim dhe nuk i dim. Begatit si që janë begatit e shëndetit, familjes, pasuria, zemra sinqert e pastërt, begatia me madhe, me ndershme, me dashur, begatia udhëzimit. Jo do e mos tema nuk quhet koti Kur'ani udhëzuesi jetësor, dhe për atë arsye mbas udhëzimit Allahu Suprem e jep begatin më të madhe Kur'anin, kalamullahi azza wa jalla. Fjallën e tij më të bukur, më të ndershëm, më të dashur për ne, Kur'ani, fjala e Allahut. Dërgojmë selamat dhe salavat për pejgamberin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Doja ta filloja me disa ajete, me disa fjalë të Allahut Suprem, ku dhe Allahu thot, duke ngritur vlerën e Kur'anit, duke ja dhënë begatin, mirësin, besimtarit për Kur'anin, ku dhe thot, në një sure të cilën ne e lexojmë nga traditët më të bukur të pejgamberit alayhi salatu wassalam, është sure K, apo çështje quajtën të parët tanë surja Gjumas. Po për në ajetin e parë të kësaj sure, ku dhe Allahu Suprem thot, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Falënderimi i takon atij kuj Allahut, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të gjitha botrave, sunduesi i zemrave dhe shpirtërave ton, ai Allahu Suprem. Jemi falënderues atij i cili e zbriti Kur'anin si libër të delir, të pastër, të ndershme, të pashoq. Pra mendoj ku Allahu duke na tregu, por ku ulemaët dietarët tanë të ndershëm thonin, po ta kishim vetëm këtë ajet Kur'anit, do ishte më do e mos i mjaftueshëm, duke ditur vlerën, begatin, madhësin e Kur'anit, ku dhe Allahu Suprem po thot, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Po ta zbritnim këtë Kur'an, këtë libër, mbi male do të ndanin në copa. Pse? Nga frika e Allahut, ndaj dashuria e Allahut. Por Allahu ja zbritën Kur'anin njeriut, po të paraqite pyetjet tokës, qejve, o do të merresh amanetin e Kur'anit, toka dhe qejt nuk do e pranonin këtë amanet të lartë të madh. Por Allahu Suprem po na tregon se pse Allahu ja jep Kur'anin njeriut. Allahu thot la'allakum yatafakkarun, që ato të mendojnë
meditojnë, të shkojnë në thellësitë e Kur'anit, të marrin begatitë dhe mirësitë e Kur'anit. Para mendo ku një njeri e krijon, e bën një automjet, e bën një shtëpi, dhe ai do e di çdo gjë cep me cep se si funksionon ajo makina, ajo automjet apo ajo shtëpi. Por çdo gjë njeriu kur e krijon, për shembull automjetin, e jep me një herën udhëzimin, udhëzuesin, apo që quajmë ne sot GPS-in, navigacionin. Por dhe Allahu Suprem, Allahu e krijon njeriu në formën më të bukur, më të mirë, më të ndershme, më të përsosur. Por Allahu nuk e lën njeriu në tokë të vetëm. Allahu Suprem i jep njeriu të udhëzuesin më të mirë, Kur'anin. Afala yatadabbarun, a nuk mendoni ju për Kur'anin? Ku do në udhëzim më të mirë se sa fjalën e Allahut? Po të hapësh Kur'anin, do bijesh në një sure e cila është thelbi i gjithë Kur'anit, ku dhe Allahu Suprem po thot, mbas falënderimit të tij të Allahut, alhamdulillah rabbil alamin, Allahu në vazhdim po thot, ihdina ila siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Po si do shkosh në rrugën e drejtë, të dëlir, të pastër, të ndershme, me të dobishme, pa Kur'anin? Si do shkosh tek Allahu pa Kur'anin? Do pyesësh veten, do pyesësh atë tjetrin, do meditosh për kësa, si do arrish qetësinë, rahatin, mirësinë e Allahut? Ku dhe Allahu thot, anzala as-sakina wa rahma. Allahu e zbritën çka? Paqe, mirësi, rahati, dhe zbritën mëshirë. Allahu ju do e mos thot se Kur'ani është shifaun wa rahmatun lil mu'minin, është ilaç dhe është mëshirë. Si do e kuptonim këtë ilaç dhe këtë mëshirë? Ku Allahu në disa vende për Kur'anin famlar po thot, do kuptonim ilaç, do dish, a do di se zemra jote është e semur, a do di se zemra jote po flen, a do di se zemra jote ka lëkshti. Merro me Kur'anin, ku dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thoshte, a do di se me çka të ka preokupu Allahu, apo do di se atë donë Allahu, pyete veten me çka merresh, me çka të ka preokupu Allahu. Në qoftë se ti je me Kur'anin, në qoftë se ti përcjellën Kur'anin, në qoftë se ti shkon pas Kur'anit, normalisht se do jesh në umbredhen e dashurisë së Allahut Suprem, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të çdo gjëje dhe zemrave dhe shpirtërave tonë. Para mendoj ku Allahu Suprem nuk e dha Kur'anin e cila do jetë bardhe, do jetë diçka e rëndë për ne, por jo, Allahu e dha Kur'anin vetëm këshill, e dha Kur'anin si udhëzues më të mirë, e dha Kur'anin si shembulli më të mirë, shembulli më të mirë, udhëfyesje më i mirë. Para mendone kur pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot, subhanallah, po përgatitet për vdekjen e tij, i tërshëtimi i madh për besimtarët, po thot, mbas vdekjes time mbajni mbas dy litareve. Por litari i parë është Kur'ani. Para mendone, kur litari i parë është Kur'ani, po shtrohet pyetja, sa jemi ne nga ato të cilët e lexojnë Kur'anin, sa jemi ne nga ato të cilët meditojnë rreth Kur'anit apo rreth mesazheve të Kur'anit. Para mendone ku pejgamberi alayhi salatu wassalam po na tregon dhe thot, po të lexosh një fjalë apo një shkronjë nga Kur'ani, një harf, Allahu t'i jep dhe të sevape. Unë e madh thonin se në gjysma e saj ai i cili ndëgjon, po paramendoj se sa sevape ka ai i cili mediton, mendon rreth fjalës së Allahut, kalamullahi azza wa jalla. Dhe që përën me fjallin e Allahut.
e ka sevapin edhe nderin më të madh. Shtot dhe dashuria Allahu Suprem. Pra mendoni ku Kur'ani, Islamin ne duhet ta shohim si një sistem jetësor. Islami është rrugë, jo për rrugët. Islami duhet të jetë jo vetëm në xhami, jo vetëm në shtëpinë e hoxhës, por Islami duhet të jetë në çdo cep me cep. Islami si do ta kuptojmë? Islami duhet ta kuptojmë që nuk është Islami vetëm në Ramazan, në të cilin ne ndodhemi. Islami apo punimi sipas Kur'anit apo shoqërimi me Kur'anin nuk është vetëm në Ramazan. Pra mendoni ku Islami duhet të shikohet, të merret si një shkollë, madrase, ku drejtori dhe mësuesi më i lartë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe libra apo abetarja, librat apo çdo gjë e cila me të cilën ne marrim dije, me të cilën ne udhëzohemi, me të cilën ne mësojmë çdo gjë, është Kur'ani, abetarja e shkollës sonë. A do keni ne shembull më të mirë? A do kemi ne kuptim më të mirë jetësor se sa po ta merrnim Islamin në këtë formë? Jo. Për arsye se ti e sheh veten si çdo ditë është ditë e mësimit, çdo ditë është ditë e ndryshimit. Para mendoni kur Allahu Suprem me shpalljen e pejgamberit alayhi salatu wassalam si Rasulullah, e dalloi atë nga çdo pejgamber tjetër, e dalloi atë nga çdo njerëz tjetër, e dalloi ummetin e tij, popullin e tij. Por Allahu kur e shpalli fjalën e tij Kur'anin, ai Allahu Suprem e dalloi natën, e dalloi muajin. Jo do mos nuk quhet dhe ndryshe Kur'ani si muaji Ramazani nuk quhet dhe muaji Kur'anit. Pse? Sepse në këtë muaj njerëzit e marrin vitin e ri si një vit i balansit, një vit i preokupimit si më kaloi viti. Vetë reflektimi. Por besimtari e shikon Ramazanin si muaj i fillimit dhe mbarimit. Mbarimi derisa të vijë Ramazani, fillimi kur të vijë Ramazani dhe mbas ikjes tij. Para mendo ku Ramazani është mbushja e baterive tona. Njeriu për 11 muaj harxhohet, humbet, bie. Por njeriu me ardhjen e Ramazanit dhe me shoqërimin me fjalën e Allahu Suprem arrin tek qëllimi më i madh i Kur'anit, modo e mos se qëllimi më i madh i Kur'anit, edukimi. Me arrit një edeb, me arrit një ahlak të mirë, një moral të lartë të njeriut. Allahu Suprem, vetëm ja dha njeriu të marrë dobi nga Kur'ani, jo shërr, vetëm se vetëm të marrë dobi. Sa ne i thomi vetes apo duke folur me shoqëri apo në shoqëri duke biseduar, duke bërë muhabet, i thom ky njeri i Kur'anit apo ky njeri ka shenjtë Kur'anit. Ky term ka mbetur nga koha e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pse? Se u dallonin njerëz nga shenjat e Kur'anit. Sa ishte ai nga ato të cilët e ditë Kur'anin, jo vetëm se ta dish përmendesh, por ta di zemra jote. Ta di zemra jote, ta di punë dhe veprat tuaja. Jo vetëm ne të lexojmë Kur'anin duke i thënë vetes se unë lexova sot një xhuz, apo sot e lexova një jetë Kur'anit, një faqe të Kur'anit, por jo, unë sot lexova një faqe të Kur'anit, mendova rreth këtyre ajeteve dhe meditova rreth këtyre ajeteve apo kësaj faqe. Para mendoj ku a do dish kushtetutën, statutin më të mirë? A do dish ligjin më të mirë se Kur'anin? Se cilin nga ne do të di. Për shembull, sa ligje ka që merren me çështje familjare, ne do japim çështet më të mira, kushtetutën më të delirë dhe më të pastër. Ku dhe
duhet dish shembullin e prindin dhe i fëmijët. Ke Lukmanin alayhi salatu wassalam, Lukmani këshillonte me këshillat të arta të birin e tij. Por në Kur'anin famlar, ne kur e ndëgjojmë këshillat, ne kur i marrim ato këshilla, nuk ka asnjë farë dyshimi se këto këshilla, këto tregime të pastra, të ndershme, të sinqerta dhe këto tregime të vërteta nuk bien ndesh me jetën tonë të kësaj kohe dhe kohë të kaluara. Do shikosh shembullin më të mirë merr Lukmanin si prind, por do shikosh shembullin e mirë të pastër, të ndershme dhe të dashur për ne si fëmiu ndaj prindit. Kimi Ibrahimin alayhi salatu wassalam, para mendone ku Allahu Suprem nuk e quajti do e mos Khalilur Rahman, shoku i Allahut, shoku i Zotit, shoku i mëshiruesit. Ibrahimi alayhi salatu wassalam si i vogël e respektonte, e nderonte, e donte prindin e tij, babain, duke ditur se ai dhe babai i tij nuk besonin në të njëjtën gjë, duke ditur se nuk janë në të njëjtin rrugë, duke ditur se nuk janë të njëjtët ideologji. Ibrahimi alayhi salatu wassalam respektonte babain e tij, e donte babain e tij, duke mos marrur asnjë farë dallimi. Çka do shembull më të mirë? Qenë se jemi në muajin e begat të Ramazanit dhe pejgamberi jon ishte ai i cili e praktikonte Kur'anin, apo ishte siç e cilëson edhe Hazreti Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, Kur'ani i gjallë. Unë të kemi shembuj nga praktika e pejgamberit tonë të dashur me Kur'anin famlar, si e lexonte për shembull në këtë muaj të begat, si vepronte me sahabët me Kur'anin, dispozitat e Kur'anit të cilat ai praktikonte në jetën e tij. Në mëjë se po, pejgamberi alayhi salatu wassalam është plot e përplot shembuj të ndryshëm. Aisha radiallahu anha në disa herë po na tregon, transmetohet, ku Aisha po thonte pejgamberi alayhi salatu wassalam i rridhnin gjak nga falja namazit. Por duke pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam apo dhe sahabët, disa herë pyetin pejgamberin alayhi salatu wassalam, pse po falesh kaq shumë? Pse po lexon kaq gjatë Kur'anin famlart? Ku dhe ka qelluar disa shembuj ku pejgamberi alayhi salatu wassalam duke lexuar disa nga ajetet e Kur'anit famlart, po çante rridhnin lot në Kur'anin famlart, duke ditur, para mendone ku pejgamberi alayhi salatu wassalam Allahu i thot, Allahu ja porositën dhe i thot, ti ke gjunahet e falura, të kaluara dhe të bëra, duke ditur se pejgamberi ka qenë i pastër nga gjunahet, duke ditur se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë njeriu i pastër nga to, njeriu më i ndershëm, më i mirë në rrugën toksor, më i talluari. Por pejgamberi alayhi salatu wassalam kur nuk është ndaluar në meditimin e Kur'anit, Kur'ani shpall atij. Por pejgamberi alayhi salatu wassalam një rast dhe thotë, unë i friksohem ditës e gjykimit, unë i friksohem gabime me katëve të mia. I thonin sahabët, ja Rasulullah, si friksohesh ti kurse ti ki gjunahet e fshira, gjunahet e pastra, ti i pastër nga to. E shembullin ndaj nesh, ne i marrim pejgamberin alayhi salatu wasallam si uswatun hasana, shembullin më të mirë, më të pastër, më të ndershëm, më të dashur për ne. Pejgamberi alayhi salatu wassalam jo do e mos nuk na thot këtë që ne ta kuptojmë se Kur'anin duhet ta kuptojmë, a thu se Kur'ani zbritur mu dhe ty, a thu se Kur'ani Allahu e ka zbritur faktikisht bashmu, kur Kur'ani thot bëj punë dhe vepra të mira të ndershme, a thu se Kur'ani vetëm mu më thot punë dhe vepra të ndershme. Allahu i drejtohet Muhamedit alayhi salatu wasallam Kur'anin famlar, por ne si besimtar duhet ta shikojmë Kur'anin, të meditojmë rreth tij, a thu se Kur'ani më shpallet mu. Në qoftë se don të hypesh në thellësitë e Kur'anit, duhet ta kuptojmë në këtë mënyrë. Kur'ani, siç thash, edukatori jon Muhamedi alayhi salatu wassalam
por kemi edukuese dhe tjerë në Kur'anin famlar. Ku pejgamberi alayhi salatu wassalam jo do mos kishte edhe shok në Kur'anin famlar. Në kuptim edukimi, njëri nga ato se njeriu duhet të arrijë tek vetitë morali të lartë. Kur Allah thot la'allaka khuluqin azim, tek morali i lartë, por edhe ne duhet të anojmë, shkojmë ka rruga e moralit lartë. Kemi për shembull një ndër vetit e besimtarit të ndershëm është sabri, durimi. E kemi shembullin e Hidrit alayhi salatu wassalam dhe Musait në të njëjtën kohë. Ku Hidri ja mëson Musait sabrin. Por jo do e mos në këtë rast Allahu na mëson në 83 raste sabrin, durimin. Njeriu nëse don të arrijë diçka në këtë botë, të arrijë të ketë dashurinë dhe mëshirën e Allahut Suprem, do të ketë këtë veti të ndershme të lartë, sabrin. Jo do e mos do i lidhim këtë tëreshë më të mirë, Kur'anin, muajin e Ramazanit, sabrin, por do e bëjmë 4 të ndershme dhe agjerimin. Ku të në edukim më të mirë, ku Allahu Suprem po na thot, po na jep Kur'anin si udhëzim më të mirë, po na jep Ramazanin si muaj më të ndershëm, muajin e ngritjes, pastrimit, delirjes, po na jep sabrin që të arrim tek dashuria dhe mëshira e tij, dhe agjerimin që të arrim tek pastërtia dhe afërsia me Allahun krijuesin e gjithësisë. Me qenë se çdo gjëja ka fundin e vetë dhe misionit tonë po i afrohet fundi, dëshirojmë që të marrim nga ju dhe disa këshilla për këtë muaj të begatë të Ramazanit, për të gjithat të cilët kanë mundësi të na ndjekin në frekuencat e radios Fati, por edhe pastaj në kanalin tonë në YouTube, ku gjithmonë do të kenë të mundur që ta ndëgjojnë ligjëratën tuaj dhe ligjëratat të cilat i zhvillojmë ne së bashku. Zoti nderoft, këshilla më e mirë do ishte që ne të mos të harrojmë Kur'anin famlar, që Kur'ani famlar mos të jetë në raftet tona i plotësur, po Kur'ani të jetë në zemrat tona, në duart tona, në praktikën tonë, në jetën tona. Dhe dua të përfundoj me një dua që pejgamberi alayhi salatu wassalam shpeshherë bënte, që kjo dua duhet të jetë dhe shpeshherë në duat tona. Ku dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O ti i cili i drejton zemrat, ma drejto zemrën time ka dini feja jote. Amin. Të nderuar dëgjues, kaq kishim edhe për emisionin e sot e biseda e Ramazanit, ku me ju si çdo herë shoqërova unë Enis Hoxha, dhe në këtë puntat, në këtë emision kishim të ftuar imamin e xhamisë së Shtojit, Emil Efendi Kallabën, ku edhe një herë falenderojmë për këto këshillat e arta dhe këto fjalë të mrekullueshme të cilat i shtjelloi dhe i foli në këtë emision. Zoti ju dashtë. Amen.